Edhe peisazhi është ndryshe. Edhe peisazhi është Shumë ndryshe. bukur, shumë bukur. Elisa, unë dua të të pyes, vjen në Shqipëri për pushime apo ka kohë? Faktikisht në Shqipëri për pushime kam 4 vjet pa qenë, Pa qenë. por do rikthehem. Okej, do rikthehesh. Si të duket ky raporti kur udhton botën edhe shef edhe Shqipërinë? Okej, atëherë, shumë herë më qëllon shumë të bëj ndonjë krahasim të vogël. Kam një blog timin edhe shpar po shkruaj ato mendimet e mia. Për shembull, ky qyteti ku kam qenë para 5 ditësh më ngjasonte shumë me Korçën. Rrugët me kaldram, ato shtëpitë prej druri. Kudo që iki e them që Qyteti në Laos, thua? Është po, Luang Prabangu është shumë i ngjashëm, ka rrugët, madje po shikoja edhe një shkollë aty, sepse duhet të thënë që Laosi është një shtet akoma komunist, një partiak. Okej.